Dona Ilda mezi shite më asgjë, por ajo dinte çdo hap që hidhte Elori. Ishte një qen ndryshe, me lesh të artë, sy të trishtuar dhe të vëmendshëm. Duket sikur i kuptonte të gjitha pa pasur nevojë të fliste. Ku shkonte ajo, ai e ndiqte te kasapi, te kisha, derisa ajo thjesht u ul në stol në shesh. Ata kishin vite që jetonin vetëm. Pasi vdiq burri dhe fëmijët u larguan, në shtëpi ra heshtje. Por Elori mbushi gjithçka. Ai flinte pranë shtratit të saj, lehtë kur ajo kollitej, i sillte pantoflat pa ia kërkuar askush. Nuk ishte vetëm një qen, ishte shoqëri, ishte zemër atë mëngjes. Vjeshta ishte e shëmtuar, ajo ra pranë sobës, pa forcën për t'u ngritur. Fqinjet dëgjuan leje të shqetësuara dhe thirrën për ndihmë, e çuan në spital dhe që andej direkt në azilin e pleqve. Ata thanë se ishte më e sigurt, më e kujdesshme, më shumë nga gjithçka. Më pak Elor ai qëndroi te porta, ende ata u përpoqën ta largonin, por ai nuk donte të largohej. Ai vetëm shikoi brenda, me kokën ulur, sikur të pyeste, ku është ajo? Brenda, ajo pyeti të njëjtën gjë, ku është ai? E përsërita këtë vazhdimisht, si një disk i prishur. Ku është Elori, djali im, syri im? Njerëzit nuk e kuptuan, ata menduan se ishte emri i një nipi, i një djali. Por ishte ai për të cilin po fliste, për qenin që udhëhoqi jo vetëm hapat, por edhe kuptimin e mëngjeseve. Ditët kalonin dhe ai ishte ende aty, flia në trotuar, me shi apo me diell. Ai fitoi një batanie nga një zonjë në lagje dhe ushqim, ndonjëherë nga ndonjë punonjes që i vjen keq, por ai nuk hante siç duhet. Unë thjesht po prisja brenda. Dona Ilda u zbe hëngra më pak. Fola më pak, ajo vetëm e mbajti shamin në preher dhe tha se mund ta nuhaste në erë. Një kujdestare më e re qau fshej urazi. Pasi e dëgjoi këtë deri në javën e tretë, ajo nuk po ngrihej më. Mora frym ngadalë, duke shikuar tavanin. Sikur pa diçka që askush tjetër nuk e pa, dhe Elori pa gjithashtu. E pash derën e mbyllur, por ai pa në zemrën e tij se ajo ende po e priste. Vetëm edhe një herë dhe koha vazhdoi, por për ta duket sikur bota kishte ndaluar. Elori ishte ende aty, duke qëndruar i vendosur te porta e azilit. Po binte shi, frynte erë, bënte diell dhe ai nuk lëvizi nga vendi. Jaka ishte tashmë e konsumuar, gëzofi ishte plot me dhe, por pamja mbeti e njëjtë. Një vështrim që kërkonte vetëm një gjë, atë çdo ditë në orën 5 të pasdites, ai ngrinte kokën dhe shikonte nga dera. Ishte koha kur ata ecnin bashk, edhe pse ishte i ndar, ai vazhdonte të ndiqte rutinën. Sikur trupi i tij e dinte kohën kur ajo e thiri dhe brenda, po priste edhe Dona Ilda. U ula pranë dritares, edhe pa parë, vetëm për të ndjer erën. Ai tha se era e pasdites mbante aromën e tij. Njerëzit qeshën, menduan se ishte diçka e një plaku. Por kishte një vajzë të re në azilin e pleqve që filloi t'i kushtonte vëmendje. Ajo vuri re se Dona Ilda merrte frym thellë vetëm në këtë kohë. Që fytyra e lodhur fitoi shkëlqim për sekonda, sikur diçka kaloi dhe e preku lehtë. Elori nuk hante siç duhet, ai e gërvishte ushqimin me hunë, e nuhaste dhe e linte aty. Sikur të thoshte, diçka mungon, dhe me të vërtet mungonte. Dora e saj mungonte, duke ja prishur gëzofin. Zëri mungonte, duke thënë butësisht, djali im i art. Kujdestarja filloi t'i tregonte Dona Ildës për Elorin. Ai tha se ishte atje jashtë, se nuk do të largohej fare. Edhe pse askush nuk e lejoi të hynte, ai ishte i vendosur dhe kur e dëgjoi këtë, dukej sikur fitoi pak forcë. Ai tha, Elori im është kokfort, njësoj si unë. Dhe ai buzëqeshi shtrembër, me sy të përlotur. Një ditë, vajza vendosi një karrocë me rrota pranë hyrjes. Vetëm për të parë nëse Elori ndjeu dhe ndjeva menjëherë, ai u ngrit në këmbë, duke tundur bishtin, dhe i gjithë trupi i tij dridhej. Por ata nuk e lanë të kalonte. Ai u shtri përsëri, me hundën mbështetur në hekura. Dhe ajo është aty brenda, me fytyrën e kthyer në të njëjtën anë. Koha kaloi, por të dy u ndalën në të njëjtën minutë. Ajo, brenda, ai, jashtë vetëm zemra që vazhdonte të lëvizte, edhe nëse ngadalë, edhe nëse lëndohet dhe midis një heshtjeje dhe një tjetre. Era kaloi mbajta mall nga njëra anë në tjetrën, por asnjëri prej tyre nuk e lëshoi fijen e padukshme që i lidhte ende. Koha kaloi, por nuk shëroi asgjë. Përkundrazi Dona Ilda po dobësoi, po bëhej më e qetë, më e distancuar. Nuk doja të flisja, nuk haja siç duhet, mezi ngrihesha nga shtrati. Ajo tha vetëm se ishte e lodhur, por nuk ishte një trup i lodhur, ishte një shpirt i lodhur. Edhe Elori e ndjeu atë këlyshi që dikur tunte bishtin, tani thjesht shtrihet. Vështrimi i tij ishte i thellë, i palvizshëm, i shurdhër. Njerëzit që kalonin në rrugë komentuan. Ata thanë se nuk kishin parë kurrë një qen kaq besnik.
Kujdestari u përpoq ta binte administratën e azilit të pleqve që ta lejonin të hynte, edhe nëse ishte vetëm për 1 minutë. Por përgjigja ishte gjithmonë e njëjtë, rregullat janë rregulla, ndërkohë zemra e plakës po shuhej ngadalë. Një natë rashi i madh Elori u lag, por nuk u largua nga porta. Të nesërmen, ai kolliste lehtë dhe dridhej nga të ftohtit. Një zotëri që punonte atje i vuri një copë të vjetër sipër. Por nuk ishte pëlhur ajo që ai donte, ishte dora e saj, aroma e saj, dashuria që vetëm ajo dinte ta jepte. Brenda, trupi i Dona Ildës filloi të reagonte ndryshe. Rrahjet e zemrës ishin të ngadalta, frymëmarrja ishte e dobët. Doktori tha se ishte fillimi i fundit, por askush nuk e kuptoi që nuk ishte një sëmundje. Ishte mungesë, ajo ende e kërkonte Elorin me përshpëritje, ku është djali im i ardh? Ai e tha këtë sikur do të shfaqej në çdo moment. Sikur të ishte vetëm çështje kohe, dhe për të ishte kujdestari Qaufshe Urazi i pash që lidhja midis të dyve ishte më e fortë se çdo normë, dhe aty, në atë shtrat të ftohtë, Dona Ilda e shtrëngoi Shamin sikur të ishte veshi i qenit. Nuk do të lëshoja dorë për asgjë. Elori, jashtë, filloi të rënkonte me zë të lartë, ishte një tingull tjetër, më i trishtueshëm, më i gjatë, sikur ndjeu diçka që askush tjetër nuk e ndjeu, dhe e ndjeva vërtet, sepse pikërisht në atë moment zemrat e të dyve u thyen në të njëjtën kohë. Një kapje që nuk mund të shpjegohet, dhe ndërsa qielli u errësua përsëri, duket sikur gjithçka përreth ishte e heshtur, edhe era për në qytet, sikur të gjithë prisnin të njëjtin fund, por asnjë as tjetri, ata donin të linin të lirë atë mëngjes. Qielli ishte ndryshe, as diell, as erë, vetëm një heshtje e çuditshme në ajër. Kujdestarja hyri në dhomë dhe pa Dona Ildën të shtrirë në të njëjtin pozicion si natën e kaluar. Sytë e mbyllur, duke marrë frymë sipërfaqësisht, gishtat ende duke mbajtur fort atë shamit të vjetër, ajo e tha emrin e saj butësisht, por Dona Ilda nuk u përgjigj. Ai vetëm lëvizi buzët, sikur po përpiqej të thoshte diçka që nuk do të dilte nga goja. Kujdestarja u ul pranë saj, i mori dorën dhe i tha me zë të qetë, ai është ende atje jashtë, duke të pritur. Në atë çast një pëshertim doli nga kraharori i plakës, një pëshertim e gjatë, sikur të ishte shumë e lodhur për të vazhduar të pretendonte se mund ta duronte. Jashtë, edhe Elori e ndjeu atë. Ai u ngrit ngadalë, eci nëpër rrath, shikoi gardin me sy të fundosur, i gjithë trupi i dridhej. Duket sikur e gjithë koha e tij kishte ndaluar. Ai lëshoi një rënkim të shkurtër, pastaj u shtri me hundën e shtypur në tokë. Kujdestari shkoi te dera dhe shikoi. Ai tha se nuk kishte parë kur një qen kaq të qetë. Kaq e qetë dhe megjithatë kaq e zhurmshme. Brenda, Dona Ilda lëvizi përsëri buzët. Këtë herë doli butë, pothuajse një përshpëritje. Elor. Ishte fjala e fundit që ajo arriti të thoshte. Sytë e saj nuk u hapën, por një lot i rrjedh ngadalë në fytyrë. Kujdestarja ja shtrëngoi dorën më fort, sikur donte ta ndalonte të shkonte, por nuk kishte më asnjë mënyrë. Trupi po dorëzoi dhe zemra thjesht po priste momentin e duhur për t'u lëshuar. Te porta, Elori u ngrit përsëri. Ai bëri 3 hapa prapa. Ai ja nguli sytë hyrjes. Sikur ndjeva se pikërisht në atë moment diçka po zhdukej. Ai le vetëm një herë një leje e shkurtër, e ulët, pothuajse e trishtueshme. Pastaj ai u shtri përsëri, por këtë herë ai nuk e ngjiti trupin në tokë. Ai qëndroi me kokën lart, me sytë e fiksuar. Kujdestarja u kthye në dhomë dhe pa që Dona Ilda ishte shumë e qetë. Ai e thiri emrin e saj, asgjë. Infermierja erdhi duke vrapuar monitori, nuk tregonte më asgjë. Dhoma pa pritmas u bë e ftohtë, edhe pse dielli kishte filluar të dilte. Dhe jashtë, Elori ishte ende aty duke pritur që dera të hapet, pa e ditur se brenda, e vetmja gjë që mungonte ende sapo kishte dalë ditën e varrimit. Qielli ishte i vrenjtur, por nuk rashi. Makina e azileve të pleqve mbërriti ngadalë, me kujdestaren që mbante Shamin që Dona Ilda po e shtrëngonte fort. Në arkivol mbretëronte vetëm heshtje, e megjithatë dukej sikur e gjithë bota po bërtiste brenda. Elori nuk ishte te porta atë ditë. Ai ishte zhdukur që herët njëri nga punonisit mendoi se kishte hequr dorë, por askush nuk e njihte zemrën e tij siç duhet kur hapën portën e varrezave. Ai u shfaq. Ai vinte duke ecur ngadalë, hap pas hapi, me trupin e lodhur por të fortë. Ai u ndal para arkivolit sikur ta dinte saktësisht se ku ndodhej ajo. Kujdestarja ja mbuloi gojen me dorë. Ai nuk kishte guximin ta largonte. Elori u ngjit një shkallë në të njëjtën kohë, qëndroi pranë arkivolit dhe ai u shtri me hundën të shtypur pas drurit. Dhe aty qëndroi, nuk lejohen lejet pa u ankuar, vetëm qëndroi. Të moshuarit e tjerë nga azili i pleqve ishin gjithashtu atje. Disa qanin butësisht, të tjerët thjesht e shikuan skenën pa thënë asgjë.
Dhe era kaloi në mes të heshtjes duke sjell aromën e luleve dhe mallin kur e mbyllën arkivolin, Elori bëri një tingull që askush nuk e kuptoi tamam. Nuk po lehte, nuk po qante, ishte thjesht një tingull i ndryshëm, që vinte nga brenda, sikur të ishte një lamtumir. Ai nuk u largua nga ana tjetër as kur hodhën lopatën e parë të dheut, as kur perëndoi dielli dhe varrezat po zbrazeshin. Kujdestari u përpoq ta tërhiqte larg, por ai nuk donte. Pastaj ajo ul pranë tij, ai e futi dorën në lesh dhe qau bashkë me të. Në fund të pasdites, vetëm ata të dy ishin aty. Ajo dhe Elori, pjesa tjetër e botës ishte larguar tashmë, dhe kur lulja e fundit u vendos mbi varr, Elori u shtri plotësisht. Ai mbylli syt ngadalë dhe ishte kështu sikur të kishte vendosur që nuk kishte nevojë të priste më. Kujdestarja u ngrit dhe ja kaloi dorën në përgëzofin për herë të fundit. Dhe përshpëriti, ajo e dinte që do të vije pas kësaj, askush nuk e pa më Elorin. Disa thonë se ai është zhdukur, të tjerë betohen se ai ende shfaqet te porta e azilit në pasditet me erë. Por kushto që e pa atë sken atje, atë ditë ai e di se fjala e fundit ishte e tija dhe nuk kishte nevojë të thoshte asgjë. Porta e azilit ishte e qetë pasi Elori u largua. Duket sikur edhe koha atje kishte ikur bashkë me të. As të moshuarit që ecnin në përkopsht nuk kaluan pranë atij cepi. Dhe kur kaluan pranë, ata shikuan me dyshim, sikur toka mbante ende aromën e qenushit. Kujdestarja, vajza që ishte me Dona Ildën deri në fund, filloi të ndryshonte hapat e saj. Çdo ditë, edhe kur nuk kisha nevojë, bëja një shëtitje më të gjatë vetëm për të kaluar andej. Në trotuar kishte ende një copë të mbështetur në mur, ishte batania që mbulonte Elorin në ditët e ftohta. Askush nuk e mori. Mbeti aty si kujtesë dhe respekt. Ajo i tha kujtdo që do ta dëgjonte. Nga historia e të dyve. Rreth dashurisë midis një zonje të verbër dhe një qeni që pa për të. Ai tha se nuk kishte parë kur një kafshë me kaq shumë ndjenja në sytë e saj. Dhe se nuk do të shija më kur diçka të tillë. Në dhomën e Dona Ildës, ata lanë një portret. Një foto e vjetër bardhë e zi e bërë në shesh vite më parë. Ajo ul në stol, me krahun e shtrirë anash, duke përkëdhelur Elorin. Të dy me kokat e kthyera nga i njëjti cep. Duket sikur po shikonin drejt së ardhmes. Ose për diçka që vetëm ata të dy mund ta shihnin. Kujdestari më kërkoi ta lija foton atje. Ai tha se ishte sikur të mbajë një copë të tyre gjallë midis mureve. Të moshuarit e tjerë ndalonin ndonjëherë, shikonin foton, buzëqeshnin. Disa qanë. Javët kaluan. Rutina e azilit vazhdoi, por kishte diçka të ndryshme në ajër. Një lloj heshtjeje që nuk ishte bosh. Ishte plot. Plot kujtime. Plot mungesë. Një ditë, një zonjush e re mbërriti në azilin e pleqve. I dobët, i friksuar dhe gjithashtu i verbër. Ajo kishte vetëm një radio të vjetër dhe një krejer në çantën e saj. Kujdestarja e ndihmoi të sistemohej me kujdes dhe me qetësi. Dhe ditën e dytë, ai e çoi te porta. Ata u ulën aty në shkallë. Era frynte lehtë, siç bënte pas diteve kur Elori priste. Zonja pyeti: "A është kjo portë gjithmonë kaq e qetë?" Kujdestari nuk u përgjigj menjëherë. Ai shikoi gardhin, mori frym thellë dhe tha: "Ja një histori shumë e bukur për të bërë shurm." Thellë në kopsht, diçka filloi të rritet. Shumë ngadalë, midis gurve të qarë, u shfaq një lule. Ishte e kuqe, e fortë, rritej vetë. Askush nuk mbjelli. Të paktën askush me duart e tyre. Disa menduan se ishte era. Të tjerë thanë se mund të ishte një farë e sjell nga një zog. Por kushto që i njihte Dona Ildën dhe Elorin, e dinte. Kjo nuk ishte rastësi. Ishte një shenjë. Një nga punonjëset më të vjetra betoi se mund të nuhaste lule sa herë që kalonte pranë. Edhe pa lule aty pranë. Dhe kur binte shi, vendi ku flinte Elori mbetej gjithmonë i thatë. Sikur dikush ende e mbronte hapësirën. Ndonjëherë, vonë pas dite, kujdestari ulej në të njëjtën shkallë ku priste Elori. Qëndrova aty në heshtje. Vetëm duke dëgjuar erën, duke shikuar rrugën. Nuk pres askënd, por ndjej sikur dikush është afër. Një ditë ajo mbylli sytë dhe u betua se dëgjoi një lehje. Shumë i qetë, shumë larg. Ai i hapi sytë shpejt, por nuk pa asgjë. Vetëm porta u ndal. Dhe lulja e kuqe që lëkundet e vetmuar.
Pas kësaj, ai filloi të shkruante gjithçka në një fletore. Çdo kujtim, çdo detaj i historisë së tyre. Tha se nuk donte ta linte të vdiste. Kjo dashuri si kjo nuk mund të zhdukej pa u thënë. Fletoria u bë libër. Libri u bë material leximi për ata që ishin të rinj në azil. U lexua me zë të lartë në rrethet e bisedave. Dhe kur erdhi puna te pjesa e varrimit, askush nuk foli. Unë vetëm dëgjova. Porta mori një pllak të vogël. Atje Elori priti. Atje dashuria i rezistoi. Disa vizitorë ndaluan për të lexuar. Të tjerë lanë biskota për qenë aty pranë. Sikur Elori të ishte ende afër, i shtrirë duke parë gjithçka me ato sy të qetë. Lulja e kuqe vazhdoi të rritej. Dyfishoi në madhësi çdo vit. Në vitin e tretë, një lule e dytë lindi pranë saj. Ata thanë se tani ishin ajo dhe ai. Së bashku përsëri, edhe nëse në një mënyrë tjetër. Kujdestari është plakur. Flokët u zbardhen, hapat u ngadalsuan. Por ajo vazhdoi të tregonte të njëjtën histori. Dhe sa herë që e thoja, çaja në një mënyrë tjetër. Një ditë, ajo gjeti një fëmijë te porta. Erdhi për të vizituar gjyshen. Ajo qëndroi aty duke i angulur syt gardit, pa e kuptuar pse ai vend i dukej kaq i rëndësishëm. Ajo u përkul, tregoi me gisht lulen dhe tha: "Këtu jetonte një këlysh që donte më shumë se shumë njerëz." Vajza nuk e kuptoi në fillim. Por ai e pyeti emrin e qenushit. Dhe ajo u përgjigj me një zë të mbytur. Elor. Ai ishte e tëra çfarë ajo kishte. Dhe ishte kështu. Porta u bë histori. Batania u bë një relike. Lulja u bë një kujtim i gjallë. Dhe dashuria. Dashuria ishte në ajër. Në erë. Në heshtjen e plotë. Në mallin që nuk dhemb, vetëm shtrëngon lehtë. Sepse kur një dashuri është e tillë, ai nuk vdes. Ndryshon formë. Dhe vazhdon. Në çdo gjë që ai prek. Edhe në atë që nuk e shohim.